Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Vijojmë edhe sot me një nga vrasjet e tjera, me atë që unë quaj Okelio, 100 vrasje më të bushme në historinë e qytetit shqiptar, pra botimi që unë kam bërë në vitin 2017 dhe një nga ato ne do ta trajtojmë sot. Personazhi sot është Prenk Bip Doda, një personazh i jashtëzakonshëm i viteve të para të shtetit shqiptar, zëvendës kryeministër në qeverinë e Turan Pashpërmetit, por edhe një personalitet i kohës në shumë aspekte. Ai kishte qenë dikur ushtarak në Perandorinë Osmane, prisi fisit të gjërmarkave në Mirdit dhe Mirdita ishte jo thjesht origjina, shtëpia e tij, por ishte dhe vendi ku ai kishte sjell cilësitë më të mira të veta. Megjithatë, unë do kujtoj që në vrasjen e Ismail Qemalit kam përmendur një shprehje të Prenk Bip Dodës. Ky është Prenk Bip Doda, i cili tha princ Vitit, nëse do që Shqipëria të bjerë në qetësi, duhet të vriten Ismail Qemali, Esat Pashtoptani dhe unë, Prenk Bip Doda. Ja, ky është Prenk Bip Doda. Një burr i jashtëzakonshëm. Ka lindur në vitin 1858 në Orosh të Mirditës. U vra të shtunën në 22 mars 1919 ora 9:30. Ishte 61 vjeç kur u vra, në vendin ku? Në Zemën të Lezhës. Autori Prenk Gjeto Çoku. Autori ishte djali i prefektit të Lezhës. Dhe vrasja është bërë për akmarrje. Akmarrje, gjakmarrje, e njëjta gjë. Prenk Bip Doda ishte një politikan dhe ushtarak shqiptar që jetoi nga mesi i shekullit të 19 deri në fillim të shekullit të 20. Prenk Bip Doda ishte djali vetëm i Bip Dod Pashës, princ ushtarak i Mirditës. Bip Doda ishte nga të paktët shqiptar katolik, i shpallur nga Pasha, nga Porta e Lartë. Nuk i vrau veshin ajo që thash, Bip Doda Pash, ishte i vetmi Pasha, baba i këtij, i shpallur nga Porta e Lartë, duke qenë katolik. Prenk Bip Doda ishte pinjolli i familjes nga më të njohura dhe më me ndikim në Shqipërinë e Veriut. Për mirësinë e tij, Napoleoni III kishte dhuruar shpatën e argjend Bip Dodës, babait të Prenk Bip Dodës. Kemi një fotoregjia, nëse është e mundur, duhet të jetë në fundi i fotove, është Prenk Bip Doda me një shpatë, dhe Napoleoni këtë kishte dhuruar Napoleoni III, një shpatë e argjend, babait të Prenk Bip Dodës. Dhe kjo ka një histori tjetër, se pastaj kjo shpatë u bë dhuratë dhe nga Enveri, një personaliteti rus e tjere. Kjo duhet të jetë, po, Bip Doda, po, kjo shpatë duhet të jetë, po. Këtë shpatë Enver Hoxha ja dhuroi sekretarit parë të Bashkimit Sovjetik, Khrushchev, Nikita Khrushchev, gjatë vizitës tij në Tiranë në vitin 1959. Pra, kjo shpatë sot ndodhet në Moskë. Pasardhësit e Khrushchevit duhet ta kenë. Këtij ja dhuroi Napoleon Bonaparte, Bip Dodës, Bip Doda ja dha të birit Prenk Bip Dodës, Prenk Bip Dodën e vran, shpata mbeti në Mirdit, u sekuestrua mbas vitit 1944-45, ja dhanë Enver Hoxhës, Enver Hoxha ja fali Nikita Khrushchevit, ja dhuroi. Pas vrasjes së Prenk Bip Dodës, drejtimin e Mirditës e mori për një farë kohe Lucia, bashortja e tij nga Shkodra. Bashortja e tij ishte nga Shkodra, Prenk Bip Dodës. Paria e Mirditës kaloi tek kapitani Markagjoni, po nga familja e gjërmarkave. Det Gjërmarku, 89 vjeç, deklarat bujshme për vrasjen e Prenk Bip Dodës. Ai u vra nga njerëz që njihen me emër dhe mbiemër. Në 22 mars vitin 1919, Prenk Pasha kishte pasur ndërmend të udhëtonte nga Durrësi në Shëngjin me anë të detit, por atë ditë ndron mendje dhe udhëton përmes rrugës automobilistike. Në makinë e tij ishte edhe konsulli anglez Eden. Ishte vetë komandant italian që lajmëroi vrasit për udhëtimin e Prenkës me rrugë automobilistike. Prita organizohet diku pranë Zejmenit, ku kërcet pushka. Prenga ngrihet në këmbë dhe thret: "Më vrisni mua e mos hiqni mbi të huajt, se është kundër zakonit tonë." Çfarë akti ka bërë mo? Ata i zumprit dhe fakti kishte konsullin anglez aty, konsullin e njohur Eden në atë kohë, thot: "Më vrisi mua", thot, "po jo anglezi mos e vrisni, se nuk është në zakonin tonë." Pashaj dhe disa nga njerëzit e tij vriten, kurse konsulli anglez plagoset në krah. Plagoset konsulli. Kështu Prenk Pasha vritet prej italianëve me duart shqiptarëve dhe kjo ndodhi për arsye të forta politike. Nxitësit ishin italianët. Tani flasim për ngjarjen. Skica, lutem. Djali Gjeto Çokut, Prenk Çoku, kishte kohë që synonte vrasjen e zëvendës kryeministit Prenk Bip Doda. Ai kishte bindjen se Jati, prefekti i Lezhës, ishte vrarë me nxitjen e Prenk Bip Dodës, duke se këtë shfrytëzohen shumë mirë italianë, për cilën Prenk Bip Doda ishte një armik. Dhe plani dy planësh
plani 2 planësh, u realizuar të shtunën e 22 marsit 1990 në orën 9:30, kur numri 2 i qeverisë po udhtonte me një makinë drejt Shkodrës. Sa po kaloi bregun e Matit, ajo qellua nga një prit e mirë organizuar. Ja, këta janë prita, ai kishin zënë prit, ai po kalonte me makinë. Nga të shtënët, beti vrar preng Bibdoda dhe u plagos konsulli anglez Morton Frederick Eden, që ishte në një makinë. Kishte 5 vjet që preng Bibdoda kishte thënë se Shqipëria duhet gjende qetësinë, atë që unë e thash edhe një herë, duhet të vriteshin Ismail Qemali, preng Bibdoda dhe Sat Pashtoptani. Deri këto momente 2 u eliminuan. Pra, Ismail Qemali u vra, preng Bibdoda u vra, mbete vetëm me Sat Pashtoptani. Do flasim në vrasjen tjetër. Skena e krimit. Italianët shfrytzuan shumë mirë kanunin për vrasjen e prefektit Lezhës, Gjeto Çoku. Autori Preng Kol Brunga kishte nisur punë si xhandar në Shëngjin pas ndërhyrjes së Preng Bibdodës te Gjeto Çoku. Një far Preng Kol Brunga, prej Blinishit Mirditës, i lutet Preng Pashës që t'i gjejë një punë. Ky i fundit me një letër rekomandimi ja dërgon këtë Gjeto Çokut, i cili emëron si xhandar në Shëngjin. Po ky xhandar na pas ka bërë një faj dhe për këtë si dënim i merret pushka. Ky person e qua vetëm të turpruar dhe në influencën e zakonit për të lartë turpi që i bë, vretën prefektin Gjeto Çoku mbi urën e Lezhës. Është një ngjarje që unë e kam trajtuar në libër. Edhe pse është shumë i sforcuar, kjo ndërhyrje u mor si prerje mbezë që për cilën familja Çoku bënte fajtor Preng Bibdodën. Kjo është absurde fare. Të dhënat konfirmojnë se ishte komandant italian që lajmëroi njerëzit e pritës se Preng Bibdoda do udhtonte nga toka dhe jo nga deti. Më vonë, familja Gjeto Çokut këtë vrasje ja fotoron Preng Pashës, për arsye se ai ja kishte rekomanduar këtë njeri. Me 22 mars të vitit 1990, Preng Pasha, nën kryetari i qeverisë Turan Pashës në Durrës, vritet nga i biri Gjeto Çoku, Preng Gjeto Çoku, kur po kalonte lumin e Matit bashkë me anglezin Eden. Kur vetura qellohet nga prita, Pasha ngrit në këmbë dhe bërtet: "Let më vrisni mua, po mos qelloni mbi të ujit, se është kundër zakonit ton." Pasha i vritet dhe konsulli Eden plagoset në krah. Më sakt, arsyeën e vrasjes së numrit 2 të qeverisë e thot Seyfi Vllamasi, një figurë politike shumë e njohur e atyre viteve dhe një nga politikanë më të rëndësishëm. Dhe thot, Preng Pasha u vra për italianëve me duar të shqiptarëve. Ja çfarë shkruan Seyfi Vllamasi. Preng Gjeto Çoku niset menjëherë në vendin e pritës për t'i dalë para Pashës. Sadri Zeka menjëherë lajmëron Mana Begun, kryetarin e bashkisë, i cili telefonon në Shkodër për një veturë që për ta nisur Zekën që ta priste Pashën, por kur mriti vetura, puna ishte kryer. Preng Pasha niste prej toke prej Durrësit me Edenin, konsulin anglez, i inteligjencë servisi, i cili kryente një shërbim special në atë kohë në favor të Shqipërisë. Kur e kaloi lumin e Matit, vetura qellohet nga prita. Pasha ngrit në këmbë bërtet: "Mos më vriti mua, por jo të huajt." Ja, në këtë moment ka ngritur dorën i shkreti dhe ai ishte Eden, ai mesuese mbrapa, dhe këta nuk falin askënd. E vrasin Preng Bibdodën dhe plagosin konsullin Eden. Spiuni anglez, kështu i quanin Edenin atë kohë, u plagos. Me këtë rast ata bënin, italianët që nxitën këtë ngjarje, bënin edhe një vrasje 2 fishe, pra edhe anglezin. Ky i fundit ishte konsul britanisë në kryeqytetin e Shqipërisë në atë kohë në Durrës dhe njëkohësisht oficer i shërbimit sekret që mbështeste fort çështjen shqiptare. Në një studim të quajtur Një spiun në Shqipëri, vajguri i Shqipërisë së Jugut dhe Morton Frederick Eden, Lampros Psomas e cilëson kështu agentin sekret Eden. Pra ai që është në makinë brenda. Eden ishte një pro-shqiptar i zjarrt, ai ishte një nga 3 themeluesit të shoqatës shqiptare britanike bashkë me Audrey Herbert dhe Edith Duram. I shtyr natyrisht edhe nga interesat ekonomike, sidomos nga disa dhëna se nën toka shqiptare përmande rezerva gazi, konsulli Eden me veprimet e tij kishte ngjallur zemërimin e italianëve. Ata prisin vetëm një mundësi për ta ulur disi zjarmin dhe e tij për shqiptar në rastin plagosje dhe atë të anglezë në rast se ai vdiste. Por Eden u plagos lehtë në krah dhe për çudinë e italianëve kjo nuk u bë çështje. Madje Edeni vet nuk e zinte fare ngoj ngjarjen në cilën kishte shpëtuar përqime. Për të kuptuar se sa rëndësi kishte jeta e Edenit, mjafton të përmendim aktivitetin e tij të dëndur për organizimin e kongresit të Lushnjës. Që në nëntor të vitit 1990 ai ishte në Karbunar me forcat shqiptare që siguronin kongresin. Ai ka qenë i pranishëm edhe gjatë kongresit në Lushnjë, duke bërë që një nga të huajt e rradhë që merrte pjesë në këtë kongres. Publicitet dhe kthehemi me detaje të tjera nga kjo vrasje. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest,
mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Jemi gjithmonë me emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Falenderojmë institucionin monetar MoneyGram Aki Invest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV dhe sponsor general i tij. Vazhdojmë gjithmonë me vrasjen e Prank Bip Dodës, i cili parashikoi vrasjen e vet, është e habitshme. Ka disa mistere, më saktë 10 mistere që unë për çdo vrasje i kam të paraqitura. E para, përse zëvendës kryeministri Prank Bip Doda ndroi mendim për të mos shkuar nga Durrësi në Lezhë me anë të detit? A ishte pritas si një vendim për të vrarë Prank Bip Dodën apo synonte edhe persona të tjerë? 3. A ishte real vendimi për vrasjen e tij për shkak se vrasjen e prefektit të Lezhës Gjeto Çoku e kishte bërë një xhandar për cilin Prank Bip Doda kishte ndërhyrë te gjetoja për ta futur në punë? Kjo është çik shumë e vështirë për ta rrekur. Si ka mundësi që njëri me shumë influencë në zonë mos kishte sqaruar një kish kuptim që mund të rrezikonte jetën? Ai ishte me shumë ndikim në zonë. Si ka mundësi që e kishte lënë? 5. A ishte informuar Prank Bip Doda për faktin se italianët mund t'i bënin një kurth? Edhe kjo është një enigmë. 6. Si ka mundësi që njerëzit e pritës kishin synim vetëm Prank Bip Dodën, por në fakt qelluan dhe plagosën dhe konsullin anglez? Kjo është një rrugë e dy punë. 7. Si ka mundësi që ata nuk u kujdesën të mos qellonin mbi tuaj një veprim që ishte kundër zakoneve të zonës? Pra, nëse ata apo kryenin një gjakmarrje. Pse qelluan një tuaj kur kjo ishte jashtë targetit të tyre? Do të thotë që nuk ka qenë gjakmarrje, ka qenë një plan për të shfrytzuar një lloj konflikti që nuk ishte konflikt. 8. Pse Prank Bip Doda jo vetëm nuk u ruajt nga prita, por doli përballë dhe kërkoi të mos qellonin mbi konsullin anglez? Një guxim i madh. Shikoni çfarë ka bërë. Ka dalë. Ata qellonin sepse kanë bllokuar rrugën një herë, në fillim kanë bllokuar rrugën, ndaloi makina dhe ai ka kuptuar më herë ka dalë. Më vrini mua dhe po jo konsullin. Ç'a akti ka bërë shqiptari Prank Bip Doda? 9. Përse vetë Prank Bip Doda kishte deklaruar se vrasja e tij e Ismail Qemalit dhe Esat Pashtoptani do ta qetësonte Shqipërinë? Dhe 10. Kush përfitonte nga vrasja e Prank Bip Dodës? Kjo është një pyetje që bëhet për të gjitha vrasjet. Kush përfiton nga vrasja e atij që është vrarë? Ja, Prank Bip Doda. Tani do lexoj dhe disa shifra. 39 vjet i internuar ka qenë Prank Bip Doda nga Porta e Lartë pas vdekjes së Tiatit. 5 vjet pas vrasjes së prefektit të Lezhës Gjeto Çoku ndodhi vrasja e Prank Bip Dodës. 3 personalitetet duhet të vriteshin sipas Prank Bip Dodës që Shqipëria të binte në qetësi. Ata ishin vetë ai, Ismail Qemali dhe Esat Pashtoptani. Deri në këtë moment ishin vrarë 2. Vetëm Esati kishte mbetur. Të komentojmë pak tani fotot. Këtë, kja Prank Bip Doda, ecim. Eden, konsulli anglez, ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Shqipërinë, një pro-shqiptar, po ai ishte edhe shefi i shërbimit sekret të vendit të tij, dhe sigurisht kishte edhe ai interesat e veta, por që në atë kohë ishin pak të koklavitura, por në këtë rast kishte kundërshti nga italianët. Foto tjetër. Ky është babai Bip Doda, ja dhe shpata. Shpata të cilën mendohet që ishte dhënë Enver Hoxhës, dhe Enver Hoxha ja fali Nikita Khrushchevit në vizitën e tij 59, atë vizitën e famshme të tij. Kjo është foto e Marubit, e Pietro Marubit në Shkodër, dhe kjo është një nga personat më me influencë në atë zonë. Foto tjetër. Kjo është Maria Bip Doda, bashkëshortja e Prank Bip Dodës, dhe kjo një zonjë grua për kohën. Duhet të saktësojmë që sepse bashkëshortja e tij për një farë kohë ne e thamë dhe kjo është nëna. Lucia është bashkëshortja e tij nga Shkodra.
foto tjetër, Lucia është bashkëshortja. Ja këtu kemi një foto nga Shkodra, nga fisi Prenk Bibdodës. Mendoj që duhet jetë ai fëmia i vogël aty, por nuk është shumë e qartë kjo, po është nga fotot më të vjetra të realizuara në Shkodër. Foto tjetër. Ja, Prenk Bibdoda është ai fëmia i vogël aty me një prift dhe ai ishte Gjergj Kasio Skënderbeu. Gjithmonë e shpata gjithmonë me vete, e tjatit. Po, foto tjetër. Ja, një portret përsëri me shpatën aty. I Prenk Bibdodës, ushtarak Mbretërinë Osmane, duket me gradat, me dekorimet, me vlerësimet, me dorezat e bardha dhe dorën e majtë te shpata. Foto tjetër. Bibdoda, Jati e me shpatën, edhe njërë me shpatën, e cila ka një histori më vete dhe kjo. Nuk e di nëse ka më foto tjera? Nuk ka më foto tjera. Okej. Kjo duhet të Lucia, mos gaboj, kjo është Lucia, bashkëshortja e tij Prenk Bibdodës nga Shkodra. Po. Dhe mori kjo drejtimin e Mirditës. Po nga familja, pasaj drejtimi i Parisë së Mirditës u bën nga kapitan Markagjoni, po nga familja e Gjon Markajve. Po, ky ishte vrasja e Prenk Bibdodës, zëvendës kryeministit të Shqipërisë. E theksoj këtë. Këtu është vrarë kryeministër, zëvendës kryeministër, do thënë është një vrasje dhe kjo shumë e rëndë. Dhe në historinë e Shqipërisë edhe kjo kalon dhe pa ndonjë, sidomos gjatë 50 viteve të komunizmit, pa ndonjë shpjegim apo pa i dhënë në rëndësi ose pa i dhënë vëmendje. Po kjo është nga ngjarjet më të rënda që ka ndodhur. Kaq mund të them për vrasjen e Prenk Bibdodës, nuk është se ka dyshime, nuk është se ka dilema, nuk është se ka, po themi, debate. Debate është vetëm për pjesën si ka mundësi që ndodhi kaq lehtë dhe si ka mundësi që shqiptarët gjithmonë zbartojnë atë rregullin që vrasin duke u nxitur nga të huajt. Publicitet, dhe ky ishte emisioni për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.